Forcat ajrore amerikane testuan me sukses raketën Minuteman 3 me kapacitet bërthamor nga baza e forcave hapësinore Vandenberg në Kaliforni. Por çfarë është Minuteman 3? Ajo është një raketë balistike ndërkontinentale që u testua e pa armatosur. Testi ishte pjesë e një serie të rregullt lëshimesh të dizajnuara për të konfirmuar besueshmërinë, gatishmërinë dhe saktësinë e sistemit të raketave me rrezë të gjatë veprimit të Amerikës. Minuteman 3, një pjesëkyçe e pengesës bërthamore të Amerikës, fluturoi për afërsisht 7.000 kilometra përpara se të binte në vendin e paracaktuar të testimit në atollin Ukiah Lane në Ishujt Marshall. Raketa Minuteman 3 është pjesë e triadës bërthamore të Amerikës, një sistem ushtarak që përdor 3 metoda të dallueshme të shpërndarjes së armëve bërthamore. Kjo përfshin raketa balistike ndërkontinentale toksore, raketa balistike të lëshuara nga nëndecet dhe bombardues strategjik, që lëshojnë armët në lart. Qëllimi i një triade bërthamore është që të sigurojë që një kom të ketë një aftësi të besueshme për goditje të dytë, çka do të thotë se mund të mbijetojë një sulm bërthamor dhe të hakmerret në mënyrë efikase. Ai vepron si një mjet i aftë për të penguar armët bërthamore dhe është menduar të përdoret vetëm në përgjigje të një sulmi bërthamor nga një komb armik. Kërcënimi i Amerikës vjen pas testimeve bërthamore nga rusët dhe zgjerimit të shpejtë të arsenalit bërthamor nga Kina. Trump urdhëroi SBA-n të rifillojë testimet bërthamore javën e kaluar përpara se të takohej me presidentin kinez Xi Jinping për bisedime tregtare me rrezik të lartë dhe tha se testimet do të ishin në baza të barabarta me Rusinë dhe Kinën.